Vrasja dhe viktimizimi i fëmijëve shqiptar ka marrë përmasat të gjenocidit edhe në vitet e luftës së lidhjes shqiptare të Prizrenit. Vetëm ato pak shënime që kanë mbetur, vetëm ato pak të dhëna që kujtohen her pas here, mjaftojnë për të parë edhe me fakte, edhe me sytë e mendjes, se çka ka ndodhur mbi atë pjesë të popullit shqiptar gjatë viteve 1878-1881, kur ishin zhbër Kazaja Nishit, e Topanicës dhe pjesë të tjera të banuara me shqiptarë, në të cilat sot nuk gjendet as një varr i shqiptarëve. Por, si për inate historisë, janë ruajtur aty këtu toponime, hidronime dhe mikrotoponime të ndryshme shqiptare, që dëshmojnë për faktin se dikur atje kishin jetuar shqiptarë, se dikur atje kishin luajtur fëmijët shqiptarë, deri kur mbi ta kishte rënë pesha e gjenocidit serb. Askush nuk e di sa fëmijë janë vrarë atje dhe në ato vite. Askush nuk e di ku kanë mbetur ata që kanë mundur të shpëtojnë. Askush nuk e di sa nga ata janë asimiluar deri në zhdukje. Sepse vrasja dhe viktimizimin nga gjenocidi shtetëror serb i fëmijëve është pjesë e shuarisë së jetës së familjeve të tëra shqiptare. Sepse kur janë vrarë dhe janë viktimizuar fëmijët në Kosovë, kur janë zhdukur pa gjurmë viktimat e fëmijëve të Kosovës në një luftë me përmasa gjenocidi, ku familje të tëra janë shuar fare, ku ka familje që u ka mbetur vetëm një fëmijë, ku ka familje që as sot nuk e di ku e ka varrin e fëmijës së tij, nga përmasa e viktimizimit ishte gjenocid ndaj fëmijëve dhe ndaj një populli të tërë. Libri Fëmijët shqiptarë në Kosovë, viktimat të gjenocidit shtetëror të Serbisë 1981-1999, le të jetë edhe një homazh kombëtare njerëzor për jetën atyre fëmijëve, që u shuan në mënyrë të pafajshme nga dora barbare serbe. Le të jetë një dëshmi e paharruar e një kujtese të dhëmshme, jo për hakmarrje, por krimet që mos të përsëriten kurrë më në trojtë shqiptare dhe askund në botë. Vetëm në periudhën e viteve 1981-1999, Serbia fashiste i ka vrarë dhe masakruar 1432 fëmijë shqiptarë, vetëm pse ishin shqiptarë. Gjatë viteve 1981-1997, Serbia fashiste i ka vrarë 40 fëmijë shqiptarë, ndërkaq vetëm në luftën e fundit gjenocidale të fundshekulit 20, gjatë viteve 1998-1999, Serbia barbare i ka vrarë 1392 fëmijë shqiptarë. Të gjithë këta fëmijë, me portretet e tyre, emër për emër, me datë të lindjes dhe të vrasjes, do t'i lexoni dhe do t'i shihni në kanalin tim në YouTube. Për ta përcjellur veprimtarinë time publicistike dhe dokumentare në YouTube, ju lutemi të abonoheni në kanalin tim me titull Zani i Lirisë.